Niveli I humbjeve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë ka zbritur në 16% në fund të 3 mujorit të tretë të këtij viti, një përmirësim I ndjeshëm krahasuar me 45% në vitin 2013 dhe 16.8% me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Referuar raportit të Instat, humbjet në rrjet arritën vlerën 323 gigawatt për orë në 3 mujorin e tretë të vitit 2025 dhe nga 344 gigawatt për orë në 3 mujorin e tretë të vitit 2024, duke shënuar një rënje me 5.9%. Ky progres është rezultati I investimeve në rrjet dhe teknologji, si dhe nga përmirësimet në menaxhim, organizim strukturor dhe kontrolle të vazhdueshme në terren për formalizimin e sektorit energjetik. Qeveria ka përcaktuar si objektiv uljen e mëtejshme të humbjeve në 12% deri në vitin 2029 përmes vendosjes së matësve inteligjent që mundësojnë matje të sakta, transmetim në kohë reale dhe faturim të drejtë për konsumatorët. Humbjet në rrjet ndahen në dy kategori: humbje teknike për shkak të rrjetit të amortizuar, që kërkon modernizim, dhe humbje jo teknike që përfshin abuzime me energjinë, të cilët do të monitorohen me rreptësi. Fal investimeve në vitet e fundit, kapacitetet energjetike janë dyfishuar nga 1768 megawatt në 2013 në 3298 megawatt, ndërsa humbjet janë ulur ndjeshëm, duke kontribuar në rritjen e stabilitetit financiar në sektorin energjetik.